Përshëndetje miq, mirë se ritakojmë sërish në Kjo është koha, erdhi momenti të vijojmë bisedën e radhës në këtë takim të përditshëm në këtë muaj të begatë Ramazanit dhe do të flasim për një aspekt të dimensionit historik. Do të flasim për vakëfin. Ndoshta dikush prej jush e ka pyetur veten se si funksiononte shoqëria përpara se të kishte Ministri Arsimi, Ministri Shëndetësie, të kishte Bashki, Ministri Infrastrukture e gjithë tjera. Kush administronte, po themi, këtë dimension social ku shoqëria vetë organizohej dhe jo vetëm organizohej, por se dhe zhvillohej. Dhe pikërisht ishte vakëfi, donacioni i individëve, i organizimeve të ndryshme, ishte kjo bamirësi e cila nuk ishte thjesht në rafshin e sevapit dhe shpërblimit, po ishte dhe filtri kryesor dhe motori kryesor i zhvillimit të qyteteve, i shëndetësisë, i arsimit, i urave që lidhin qytete, i tregjeve që gjallëronin, po themi, jetën tregtare e shumë të tjera. Për të folur mbi vakëfin dhe rolin e tij në jetën social kulturore të shoqërisë shqiptare, veçanërisht gjatë periudhës osmane, ne sot kemi kënaqësinë që të kemi të ftuar një historian i cili ka kushtuar fokus dhe vëmendje të veçantë këtij aspekti, është Eduard Caka. Mirë se vini nderuar. Ju faleminderit dhe muaj të begatë Ramazani. Faleminderit shumë dhe shpresojmë që dhe për ju dhe për dëgjuesit tanë ky muaj të jetë gjithashtu i mbar dhe i begatë. Dhe kur flasim për Ramazanin, kur flasim për fen, kur flasim për besimin, kthehemi edhe në kohë aq sa që jetojmë dhe momentin. Dhe biseda jonë do të na çojë në shekujt e kaluar, atëherë kur vakëfi ishte një instrument i rëndësishëm në shoqërinë shqiptare. Të ndalemi tek, po themi, terminologjia. Kur themi vakëf, çfarë nuk kupton, çfarë lloj, po themi, akti është, çfarë bamirësie është, çfarë nuk kuptojmë me vakëf? Në fakt, besoj që koha më e durë për me folë për vakëfin është pikërisht muaji i Ramazanit. Pse do thot dikush? Sepse njeriu është një qenie që ka dy dimensione, ka dimensionin material, shpirtin, trupin, ekzistencën, ka dhe dimensionin shpirtëror. Edhe vetë muaji i Ramazanit i mbledh të dyja këto gjëra bashkë. Pra njeriu për një dashuri sublime, pra për fenë e tij, për besimin e vet, i bashkon të dyja këto anë të vetat, pra edhe anën shpirtërore, edhe ato materiale, dhe kthyen këto një ritual besimi që e mban për 30 ditë të muajit. Pak a shumë edhe dimensioni i vakëfit lidhet me këtë, sepse vetë vakëfi i mblidhte të dyja këto dimensione. Pra nëse në aspektin material ishte pasuria, ajo që ishte thelbi ose bazamenti i vakëfit, ajo që e motivonte atë për aspekti shpirtëror ishte besimi që kishte njeriu. Besoj që edhe në Ramazanit e kaluara është garuar për vakëfe, pasi ndoshta ka qenë momenti më i mirë për të bërë bamirësi dhe për të bërë vakëfe. Absolutisht, secili gjurmon atë që është kohën më të dur. Pikërisht tu ndalet edhe pak a shumë etimologjia e vakëfit. Pra vakëf do të thotë që ti të ndalesh, të lësh diçka për hir të Zotit, për hir të diçka që më është më sublime. Pra, besoj që ka një diferencë midis sadakas së zakonshme, midis lëmoshës, midis ndihmës që japim dikujt që ndoshta e ka emergjente, dikush që është i sëmur, dikush që ka nevojë të ushqehet, dhe diçka që kthehet tashmë në institucion. Pra, ku është diferenca midis sadakas momentale dhe vakëfit? Sadaka është diçka e përditshme, e përhershme që referohet çdo besimtari, e cila nuk ka mas. Profeti në një hadith të tij thotë që edhe buzëqeshja është sadaka. Në këtë aspekt, Islami si besim ndarjen me tjetrin e ka si një lloj parakushti për të qenë musliman. Është edhe hadith tjetër profetit tonë që thotë nuk ka besuar askush prej jush, ai i cili mos doj për vllajën e vet atë që don për veten e vet. Pra është një besim që e ka kusht shpërndarjen e mirësisë, dashurisë tek njëri tjetri. Pra solidariteti, empatia, ndarja me të tjerët është thelbësore. Aspekti i vakëfit është institucionalizim i kësaj filozofie që është një rrafsh shumë më i gjerë. Pra kemi të bëjmë një taban që është shumë i gjerë, edhe në këtë rast me sistemin e vakëfit ajo mishërohet në institucion mirëfill, i cili ka ardhur vazhdimisht duke u zhvilluar sipas dimensioneve ose etapave që ka kaluar historia njerëzore. Pra në momentin që dikush ndërton një urë, ndërton një spital, ndërton një xhami, ndërton një medrese,
kjo dobishmëri vazhdon edhe pas jetës së personit, pra ndoshta ai dhe familja e tij ka ndruar jetë, po gjurmët e asaj bamirësie vazhdojnë po themi ndërshekuj. Këtu tani futemi tek dimensioni i funksionimit të vakëfit, pra ana juridike që kishte vakëfi, i cili ishte parakusht që nëse një person ndërtonte se krijonte një vakëf, ai ishte ose puna kryesore e asaj ishte për të mirën e njerëzimit. Dhe meqense sipas besimit islam, kjo jetë është e përkohshme dhe ka një jetë tjetër e cila është e përjetshme, nuk ka fund, atëherë edhe vakëfi si një institucion i cili ndërtohej vetëm për hir të Zotit, baza kryesore ishte asaj që të jepet për hir ajo pasuri që jepet në mënyrë të përjetshme, pra për sa të ekzistojë ajo. Prandaj në shumicën e dokumentave që flitet për themelimin e vakëfeve, që në pjesën hyrëse të asaj tregohen kushtet ose themelimi i atij vakëfi, pastaj cilësohet që është e përjetshme kjo. Kjo ndoshta është edhe elementi i cili e tregon edhe atë sinqeritetin ose vërtetësinë e vakëfit. Dhe faktin që ky institucion ka arrit të ketë një lloj transformimi ose ndikimi kaq të rrënjësor në të gjithë shoqëritë islame, kudo që ndodh sot, sepse sot bota islame fillon që nga Malajzia, ku institucioni i vakëfit është ende ekzistent, dhe pothuajse në të gjitha kontinentet e botës, pra është një institucion i cili ka arritur atë pikërisht për këtë arsye, pra sepse qëllimi i themelimit kësaj, edhe nëse personi që e ka themeluar atë duke ditë se jeta është e përkohshme, nuk ekziston më, nuk mund të ekzistojë ndoshta as familja e tij, por vetë qëllimi ajo e mirë që ai ka hedhur rrënjë, presupozohet që të shkojë deri në përjetësi. Pra është një lloj investimi për, po themi për parajsen, po themi për të ardhmen e tij, sepse çdo mirësi që bëhet aty personit i shkon sevapi edhe pasi po themi ka ndruar jetë, pasi ndoshta shkëputur nga jeta e kësaj bote. Pra është një lloj duket sikur shoqëria ka qenë e lidhur me këtë pjesën pra ka qenë inkuadruar ahireti ose parajsa në përditshmërinë e këtyre njerëzve. Absolutisht, po për analogjinë duhet ta krahasojmë pak a shumë edhe me jetën e sotme. Nëse jeta sotme është shumë e vrullshme, shumë dinamike, atëherë ka qenë shumë më e thjeshtë në aspektin njerëzor, edhe në aspektin e filozofik ose të mendimit njerëzve ose shtetëror. Kemi të bëjmë me shoqëri që cila ishte e mirëfillt teokratike fetare, jo teokratike në aspektin pejorativ, por feja, Zoti, besimi ishte qendra e jetës. Ka një thelbi botkuptimit të jetës, mbi të ndërtojë. Qendra e jetës edhe shoqërore, edhe urbanistike, edhe familjare. Edhe në këtë rast ajo filozofi ose mendimi për të krijuar mirësinë, i cili përkthehet në institucionin e vakëfit, kthehet në një lloj, le të themi, mode të kohës. Pra, nëse i pjesë e mirë e njerëzve e bënin këtë për hir të besimit ose për të fituar kënaqësinë e Zotit, ishte edhe një lloj garimi mes tjerëve, edhe kishte edhe të tjerë që nxiteshin nga ky fakt duke parë tjetrin. Për shembull, kur njerëzit themelojnë një vakëf të vogël, do ndërtonte një çezm, ose do rregullonte rrugën, ose do paguante hoxhën e lagjes që të mësonte fëmijët, të mësonin shkrim, këndim ose të mësonin Kur'anin, ai pikë parë linte vakëfin për lagjen e vet. Pra fillimisht rregullonte rrethin e vet shoqëror, pastaj mirësia shkonte edhe vazhdonte hapi, siç hapi edhe qyteti. Por nëse do shohim jo vetëm traditën islame, por edhe sot, edhe po të shohim qytetet kryesore për shembull të Europës, në qendrat e qyteteve kemi katedrale. Pse? Sepse kemi të bëjmë me një shoqëri e cila ishte mirëfillt fetare, dhe në këtë rast ishte dimensioni fetar ai e cila e orientonte të gjithë jetën, si atë politike, por edhe atë shoqërore, edhe ekonomike. Dhe veçanërisht në periudhën osmane, kemi një lloj rregulli të qyteteve i cili është shumë i rëndësishëm, dhe këtu e shohim se sa rol të rëndësishëm kishte institucioni i mirësisë i kthyer në vakëf, i cili rregullonte të gjithë jetën shoqërore me gjitha dimensionet e veta. Për shembull, edhe ato që ishin grupe esnafore që kishin punën kryesore vetëm për të prodhuar, kishin një vakëf tyrin
dhe përmes atij një nga pjesë të vogël nga pasurieve siç e kishin e kontribuonin për ndërtim rrugësh, pra për rregullimin e mjedisit shoqëror edhe mjedisor. Nëse i kthejmë historisë shqiptare, cili është VAKF-i, po themi ndër më të hershmit dhe po themi më që spikat në historinë, po themi islame në Shqipëri? VAKF-et në Shqipëri fillojnë edhe duken me vendosjen e sundimit osman. Rasti më i njohur, si nga historiografia shqiptare, ashtu edhe nga e huaj, sepse kanë shkruar shumë edhe autorë të huaj, është rasti i Korçës, i imrahor Ilyas Beut, i cili daton në vitet 1495-1505 janë pothuajse periudha kur ai e ndërton një pjesë të pasurisë vet në VAKF. Megjithatë, kjo lidhet vetëm me anën e Korçës, për arsye sepse i njëjti person, i cili ka qenë përgjegjës i stallave perandorake osmane, pra ishte një pozicion shumë i lartë, pothuajse në shekullin e 16, pra vitet 1500 ca, të gjitha stallat perandorake kishin mbi 7 ose 8000 punonjës. Pra nuk bëhet fjalë për një person që kishte edhe pasuri, edhe reputacion shumë të lartë. Ai në Stamboll ka disa VAKF-e, që bie i ka pasur periudhës para se të kthehej në Shqipëri, ndërsa kur kthehej në Shqipëri, sultani i fal atij në formë mylku ose pasurie të vetën, sepse mylk nga arabishtja pasuri kthehet ose pron, disa fshatra në zonën e Korçës, Boboshticën, Mborjen, dhe aty fillon edhe fillimi i ngritjes së asaj që ai që ne më vonë do shëm si qytetin e Korçës. Pra i vjen me një vizion VAKF-i, vjen dhe me një vizion, po themi, perandorak, që në atë kohë Stambolli ishte qendra e botës, dhe vjen ndërton një VAKF. Çfarë përfshinte konkretisht ai VAKF aty? Po, kjo është edhe shumë e rëndësishme në mendimin tim, sepse sikurse e tham, shteti kërkon rend, kërkon prosperitet, zhvillim për njerëzit. Dhe rasti më konkret është rasti i Stambollit, kur Sultan Mehmeti pushton Stambollin, sigurisht që kishte pas luftime, dëmtohet një pjesë e madhe e qytetit. Njerëzit ishin të varfër, nëse ka varfëri njerëzit largohen nga vendi, siç po ndodh fatkeqësisht ditët e sotme, ku pjesa më e madhe e shqiptarëve janë larguar nga vendi jon për arsye kryesisht ekonomike, por edhe arsye të tjera. Dhe në këtë rast shteti çfarë intereson, pikë së parë intereson zhvillimi ekonomik. Atëherë Sultan Mehmeti çfarë bën? Mbledh përreth vetes vezirët ose ministrat e tij ose pashallarët e tij më të pasur dhe i ndan lagjet. Thotë ti do shkosh në këtë lagje, do ndërtosh një VAKF dhe do e zhvillosh atë vend. Sot nëse ne shkojmë në Stamboll, do shikojmë kemi lagjen e Bajram Pashës, kemi lagjen e Kasım Beyoğlu, janë disa lagje kryesore të Stambollit, i cilat pjesërisht janë ndërtuar nga pashallarët. Pra kjo ishte një filozofi në radh parë në aspektin etatis shtetëror, ishte filozofi e osmanëve që në ato vende ku ato vendosën krijojnë një lloj zhvillimi ekonomik. Pra këtë vjen me pasurinë e tyre personale. Absolutisht. Pra përmes pasurisë tyre personale ndërtonin ura, rrugë, spitale, tregje. Edhe në këtë rasti mirahorit është një rast i tillë. Nëse të kemi parasysh gjendjen e qyteteve shqiptare në fillim të shekullit 15, pra në fillim të viteve 1400, përveç vijës bregdetare, që bie Shkodra, Drishti, Lezhë, Durrësi, Vlora më poshtë, por Berati edhe Gjirokastra pak më brendësi, pjesa tjetër e qyteteve pothuajse nuk ekzistonin fare, ose ishin vend banime që ishin shuar me kohë. Rasti më konkret i kësaj është rasti i Elbasanit, i cili rindërtohet, kalaja dhe popularizohet në vitin 1466, ku gjithë dokumentat edhe perëndimore edhe lindore thonë që ishte vend që nuk kishte banim. Edhe rasti Korçës, më mirahorin është rasti i tillë. Nëse do shohim regjistrin osman të vitit 1431, flitet për një kalat Korçës ku nuk kishte familje, kishte vetëm 32-3 roje ushtar që runin aty për arsye sepse ishte zonë kalimi. Në këtë rast mirahori pasurinë e vet që kishte vetjake, duke u nis edhe nga aspekti filozofia shtetërore që kishin osmanët, por edhe nga aspekti shpirtëror që kishte vet, ndërton aty pikë pari një imaret. Xhamia, imareti. Imareti është menca publike që ushqen nevojtarët. Këto të dy janë shumë të rëndësishme sepse xhamia
është vendi që mbush shpirtin, shkon njeriu dhe falet, i drejtohet Zotit, ndërsa menca bashkë është ai që mbush barkun. Edhe kjo nuk ishte kushtëzim, sikurse e kalon ne sot e kemi të botuar, kemi të gatshme edhe dokumentin para vakfien e themelimit të vakëfit Mirahorit. Aty mund vinin edhe të rinin udhëtar, njerëz që kishin mbetur në rrugë, të varfër, të vobekt. Kjo ishte një arsye kryesore që persona edhe nga rrethinat e atyre fshatrave erdhën u vendosën aty për të zhvilluar vendi. Dimensioni i tretë i kësaj, cili ishte, pra tham ato që ishte besimi, ushqimi, ishte mbushja e mendjes. Për këtë do thoja, besoj do të kishte edhe një institucion për ushqimin e mendjes. Absolutisht. Dhe aty ndërtohet shkolla. Versioni medrese është shumë i zhvilluar, por shkolla e parë që njerëzit mundin të nxojnë. Pra, kjo është pak a shumë tregon edhe kjo është brendama e parë e qytetit Korçës. Ndoshta është miniatur panorama që paraqet vakëfi. Pra është një lloj institucioni i cili nuk bëhet vetëm për një qëllim, nuk përfshin vetëm dimension, por ka diçka që e përmbledh brenda pothuajse të gjithë ekzistencën ose nevojat e ekzistencës njerëzore. Pra ushqimin e shpirtit, mendjes, edhe trupit sigurisht. Pra vakëfi synonte marrjen e sevapit, shpërblimit, po themi që thamë dhe me ushqimin e shpirtit, po themi mbulimin e nevojave të varfërve, të jetimëve, po themi atyre të cilët kishin nevojë edhe për një vakt ushqimi, dhe mbi të gjitha dhe medreset, shkollat dhe po themi ushqimin e mendjes. Dhe për më tepër, interesant është fakti se Mirahori si drejtues ose administrator të vakëfit vetë në Korçë, pra në atë zonë ku e ngriti, emëron një ish sklavin e vet, të cilit ja fal lirin, pra e çliron nga skllavëria që ishte, dhe e bën edhe administrator të pasurisë vet. Pra kjo tregon edhe një lloj përullësie që njeriu ka karshi Zotit kur nis të ndërmarr një vepër kaq të rëndësishme. Pra, o Zot, unë mirë që po fal pasurinë time për hirin tënd, për madhështinë tënde, për besimin që kam karshi teje, por edhe robin tim, pra një person, po ta mendojmë me filozofinë ose mendjen e shekullit 15, pra skllavi me Zotin ose padronin e vet, çfarë diferencë kanë, por edhe robin tim, unë e çliroj edhe vetë. Ai nga skllav bëhet zotëri tashmë. Pra se bëhet administrator. Absolutisht, edhe kjo në aspektin psikologjik ai deri diku shtyp edhe egon e vet. Pra që është më e rëndësishme, sepse në botë kuptimin islam, egoja ose nefsi është armiku ose sfidanti më i madh i njerëzit. Por sa kohë që njeriu nuk e shtyp dot egon e vet, nuk mund të triumfojë në aspektin e besimit. Dhe në këtë rast, fakti që ai robin e vet, pra që kishte pas në urdhë, kishte pas skllav, merr edhe vend drejtues gjithë pasurisë vet, tregon që në aspektin shpirtëror, pra kjo nuk ishte vetëm një filozofi perandorake që shikon ta ndërtojë një qytet këtu, por ishte që unë shtyp egon time edhe robi im bëhet drejtuesi i pasurisë time që kanë fituar, edhe ai pasuri ishte fituar duke shkuar nëpër luftra, domethënë jo pasuri duke qëndruar ulur diku. Pra i jep shpirtin për me fituar gjithçka, edhe në fund pastaj gjithë e fal për hir të Zotit dhe merr robin tënd dhe vendos drejtues së saj, që është një filozofi jashtëzakonisht shumë domethënëse. Pra, siç u ndërtua Korça prej vakëfit i Ilyas Mirahorit, me këtë botë kuptim ka qenë vakëfet pasaj në gjithë Perëndimën Osmane, në gjithë Shqipërinë. Pastaj kështu ka një bushallint në Shkodër. Është sigurisht periudhë pashallëqjeve është edhe pak më e vonë, janë shumë të sofistikuara, por po të themi për shekullin e 15-16, pra fillimin e lindjes ose zhvillimit shumë prej qyteteve tona shqiptare, pjesës mrapa tokës, pra aty që ne kjo sot i quajmë qytete Shqipërisë brendshme, datojnë atë periudhë dhe ndoshta një ndër shembuj më kryesor ka disa vite që po merrem me Elbasanin, është qyteti i Elbasanit, sepse sot po merrem me Elbasanin për arsye sepse është qyteti i gjallë akoma, edhe sot akoma brenda mureve të Kalas e kemi të mundur që të identifikojmë shumë nga ato mënyra se si funksionon të qyteti, ndërtesat, për shembull në fillimet e shekullit 16, pra në vitet 1505-510, aty kemi një vakëf të Sinan Pashës në Elbasan. Edhe është rasti pothuajse i ngjashëm me rastin e Mirahorit, sultani aty i fal Bradasheshin e sotshëm, si formë mylku, edhe një fshat në zonën e Ibës, me pasurinë e këtyre ai ndërton në Elbasan xhamin, ndërton një hamam.
Xhamia që është akoma sot xhamia Sinan Pashës që është pranë postës, mos gaboj. Besoj që po. Përderisa mbanë emrin. Dhe xhamia e atij kur e viziton Evlia Çelebiu është shumë e rëndësishme. Një pjesë të përshkrimeve i kemi edhe në gjuhën shqipe, kështu që ato që e njohin literaturën pak a shumë kjo që do ju them unë do bëj përshtypje. Bën përshtypje Evlia Çelebiut kur e viziton vitet 1670, thot vizitova xhaminë e Sinan Pashës, sigurisht ky kishte edhe imaret, pra edhe njerëz mund të shkojnë të hanin. Thot pashën muret e saj ishin të mbushura plot me shkrime, vizitor, pelegrin, njerëz që kalonin nga Elbasani, sepse ishte vazhdimi i rrugës Eknatia, edhe në periudhën osmane është trashëguar po një ta rrugë. Vinë ndalëshin të xhamia dhe shkruanin, thot, vjersha, poezi dhe flet, thot, ishin gjuhën frënge. Kur thet gjuhën frënge, flet gjuhën perëndimore europiane, ishin gjuhën perse, gjuhën arabe, gjuhën turke, pra në shumë gjuhë të ndryshme kishin ardhur, tregon se kjo është quajtur edhe xhamia e poetëve, mos e po. Fix edhe vetë Elbasani pastaj, ai duket sigurisht flet edhe për dimensione të tjera qytet, e quhen si vendin e poetëve. Pra kjo nxjerr pa edhe diçka tjetër, se sa të afiluar ishin njerëzit me ambientet e kultit, me ambientet sociale dhe se si ambientet e kultit shërbenin në njëjtën kohë si ambientet sociale gjatë kësaj kohe. Pra vetëm jo fakti që do shkojë, do falet në xhamia dhe kaq, por uleshin, kuvendonin, flisin ndoshta edhe për poezinë edhe për artin. Dhe i kanë lënë shënim aty që ne sot akoma i ruajmë si dëshmi. Ndërkohë historia e vakëfëve është historia e pashallarëve, e pasanikëve, e sultanëve, apo në vakëf mund të përfshiheshin edhe njerëz që ndoshta nuk ishin shumë të pasur. Pra si ishte shoqëria, se kuptojmë që shoqëria e gjitha përfitonte nga vakëfet, pra nga çezmat, nga urat, nga tregjet, nga medreset, nga mensat, nga gjithçka. Po ndërkohë sa kontribonte, po themi kjo pjesa e mesme në ndërtimin e vakëfëve. Vakëfi ka qenë i shtrirë pothuajse të gjithë shtresat e shoqërisë. Pra nëse do shohim dokumentacionin arkivor, kemi raste të tilla kur një zonjë grua ose një burr i moshuar para se të vdiste nuk kishte asnjë lloj pasurie, por kishte zonjë 2-3 rronj ulli ose kishte një tokë, i linte edhe ato 2 rronj ulli, i linte në formë vakëfi tek hoxha i lagjës që t'i lexonte një sure Fatiha çdo natë zëm mas yacis. Kishte tek ajo, siç e përmenda më para, esnafët, pra ose klasa e tregtarëve, të cilët një pjesë nga pasuria e vet e përdorin kryesisht për nevojat kryesore të qyteteve, për rregullimin e një shkolle. Kishte edhe familjet e pasura ose pashallarët, siç thamë ju, cilët kanë ndërtuar veprat kryesore të infrastrukturës, pra sipas gjendjes ekonomike që kishte personi, ashtu vinte edhe kontributi që i jepte. Ne sot fatkeqësisht një pjesë të madhe të këtyre objekteve nuk i kemi, nuk i kam mbijetuar kohës. Për shembull, rasti më evident është rasti i urës Vezirit që është në Kukës, sikurse dim që është përmbytur kur do bëhej pjesa e hidrocentralit. Kemi urën e Mesit në Shkodër që i ka ndërtuar po Bushatlit. Kemi në Shkodër një ndër vakëfët më kryesor sipas mendimit tim të shekullit 19 është në biblioteka që kanë ndërtuar Bushatlit, edhe ishte e kushteve të kohës saqë vinin dietar ose njerëz që lexonin nga qyteti, nëse do të merr një libër aty, kishte një person, kishte 2 punonjës, një person që merrej vetëm me administrim pra e librave që të rriqeshin për të lexuar dhe atyre që silleshin, pak a shumë siç ndodhe edhe sot, por kishte sigurisht praktika të tjera, pra matej vlera në e kostës librit, edhe 1/3 e pagesës lihe pak a shumë si lloj pengu, pastaj jepej libri, pra kemi raste të tilla, por nëse do shohim sot pjesën më të madhe të infrastrukturës urbanistike të qyteteve tonë, duke vazhduar këtu me urat, me qendrat e qyteteve, me objektet e kultit, me hane, hamame të cilat ose karavansaraje, fatmirësisht ndoshta një pjesë e këtyre sot edhe po restaurohen, nëse do kemi parasysh hamamin e Krujës, i cili është kthyer në muze në Tiranë, po ashtu në Elbasan. Të gjitha këto janë vepra të njerëzve që kanë pas rangje të tilla dhe i kanë ndërtuar ato. Kanë qenë kontributi vakëfit. Pra shteti as nuk bënte tendera
po themi për këto, as nuk ishte të drejtë i sekuestronte, as nuk ishte të drejtë, po themi ti ndryshonte qëllimin. Pra, nëse kuptojmë drejt, sa më shumë vakëfe në shoqëri, aq më e demokratizuar është jeta, pasi aq më larg është shteti. Ju thatë se shteti merret me sigurinë dhe me gjykatat. Jeta social kulturore zhvillohet përmes vakëfit. Përmend gjithashtu që ka qenë dhe një lloj gare pozitive mes familjeve të mëdha. Ne sot kujtojmë xhaminë e Karapicëve, xhaminë e Tembeut, dhe shumë po themi xhami që përmbajnë familje të mëdha, pra janë emra të familje të mëdha. A mund themi se nëse do dallonim nivelin ekonomik, po themi të atyre familjeve dikur mund ta masim me vakëfet, nëse sot e masim me jate, me shtëpi pushimi, me hotele, atëherë mund ta masim me vakëfet, absolutisht, po madje sigurisht ne kemi pasur disa ndërprerje të dhimbshme gjatë shekullit të kaluar në aspektin e qeverisjes së drejtimit shtetit. Për këtë arsye, një pjesë shumë e mirë e proceseve janë ndërprerë. Për shembull, sërish në arkivin tonë shtetit, nëse do shohim dokumentacionin mbi urbanistikën e qyteteve shqiptare, kryesisht në fillim të viteve 1920, po të kemi parasysh faktin se pjesa më e madhe e qyteteve me pamjen moderne që ne njohim sot, planin e rregullimit e kanë kryesisht të atyre viteve 1920-1930. Pothuajse 2/3 e dokumentave ose gjysmë ose ndoshta edhe më tepër flasin vetëm për prona që janë vakëfe. Dhe thash ne sot fatkeqësisht kemi pas një periudhë sistemit komunist që është shkëputur kjo, po nëse do shohim vendet analoge, e shohim që pjesa e vakëfeve, edhe pse kanë ndryshuar kuptimi i jetës së njerëzve, sërish vakëfet ka disa qindra vjet që vazhdojnë ekzistencën e tyre si institucione dhe është shumë e drejtë ai që thoni ju. Pra, sipas mundësisë, ishte edhe mënyra e kontributit. Që përfshinte i pjesë të madhe, pra nëse mund themi një pjesë e mirë e Tiranës ka qenë vakëf, një pjesë e mirë e Elbasanit, e Durrësit, e Beratit, pothuajse pjesa kryesore e qyteteve, zonave urbane, por ne e njohim të vetëm përmes dokumentacionit arkivor për arsye se qytetet kanë më tepër dokumenta, por vakëfi kishte edhe të gjithë vendet. Për shembull, vakëfi nuk lidhet vetëm me një person. Ne nëse do shohim dokumentacion arkivor, për shembull mua tani më bin mendje dokumentat e Beratit, aty shohim që fshatra të caktuara, e cila për shembull disa vende të botës, sot në Turqi ndodh për shembull akoma e njëjta gjë, e njëjta praktikë, besoj ndoshta edhe në vende të tjera, edhe në Kosovë mund të ndodhi. Pra fshatarësia ose fshatarët e një vendi shikojnë që kishin nevojë në diçkaje. Cila ishte ajo? Mund të ishte objekti kultit, xhamia, ose mund të ishte shkolla. Dhe në këtë rast ndërtohej ose themelohej një vakëf vetëm për atë objekt. Aty akumulohej para fondi, parat, lije një person që do mbikëqyrte procesin. Pra, nëse do e kapim këtë aspekt, sikur se e thatë dhe ju, e gjithë anë e organizimit shoqëror e kohës, duke përfshirë edhe dimensionet ekonomike, vepronte përmes vakëfeve. Pra ne nuk hasim rastet kur vetë shteti vinte dhe ndërtonte objekte, janë fundi i shekullit të 19, kur janë ndërtuar ndërtesat qeveritare, ose rrugët e telegrafit ose hekurudhat, pra rrjeti i telegrafit ose hekurudhat. Atëherë kemi rastet e para, edhe këto ka të bëjnë me infrastrukturën që i nevojitej vetë shtetit më shumë se sa shoqërisë. Atëherë kemi rastet e para, për ndryshe i gjithë organizimi social edhe ekonomik, edhe arsimor, vinte përmes njerëzve. Pra ne nuk kemi të njëjtin nivel në aspektin arsimor të medreseve si atë të Gjirokastrës me atë le të themi të Dibrës, por arsye sepse Gjirokastra kishte një edhe ekonomisht shumë më i zhvilluar si qytet. Kishte më shumë vakëve, kishte më shumë donacione. Po atje ne kemi medrese që ishin më të famshme dhe me nivelin më të lartë se sa po thjesht gjithë qyteteve tjera shqiptare po rreth. Ndërkohë që po të shkojmë pak më në jug, medrese ose në Janin, i cili ishte qendër pashallëku, ishte zonë më e zhvilluar, pra kemi nivel edhe më të lartë. Sipas nivelit ekonomik, lviznin edhe mënyra donacionit edhe zhvillimi shoqëror dhe intelektual që kishte qyteti. Pra këto vazhdojnë në raport me njëra tjetrën. Eduard, do na duhen orë të tëra për të folur mbi këtë histori të madhe të vakëfit, e cila përfshin gjithë këto dimensione, por për shkak të minutazhit po e mbyllim këtu këtë bisedë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit dhe unë.
Miq, këtu e mbyllim bisedën për vakëfet, edhe pse shpresoj që ky emision do të jetë një hap i horizonti për po themi jo thjesht të shtuar për të shuar kuriozitetin rreth asaj se çfarë ka ndodhur me donacionet, me bamirësinë, i cili nuk ka qenë thjesht një ndihmë dhe një lëmosh, por ka qenë një civilizim i ngritur mbi këtë vizion. Shpresoj që të hapen shumë arkiva dhe të tregohet shumë më tepër mbi atë e cila është e shkuara e historisë tonë dhe një botkuptimi i cili ushqente shpirtin, ushqente mendjen, ushqente dhe trupin. Ju falenderoj që na ndoqët dhe më takofsh.